Fotografia nuk është thjesht harti i kapjes të imazheve, por edhe i ngrirjes së kohës, ruajtjes së kujtimeve dhe dokumentimit të historisë. Një nga ata që e kuptuan këtë thelb të fotografisë dhe bën pasion të jetës tyre është Thimi Raci, mjeshtri i dritës dhe i hijes nga Dardha e Korçës. Një emër që mund të mos tingëllojë i njohur shumë kujt, por që la gjurmë të pashlyeshme në historinë e fotografisë shqiptare. Thimi Raci nuk ishte thjesht fotograf, por një njeri me shumë aftësi dhe pasione. Ai ishte gjithashtu një teneqexhi i talentuar dhe violinist, por fotografia mbeti thelbi i identitetit të tij krijues. Ndonse i lindur në Dardhë, ai nuk u kufizua vetëm në këtë fshat, por fotografoi në të gjitha fshatrat e zonës përreth, duke dokumentuar jetën, kulturën dhe traditat e kohës. Nëpërmjet punës së tij, ai kapte jo vetëm imazhe, por dhe emocione, momente të thjeshta e madhështore, duke i dhënë secilës fotografi shpirtin e kohës. Thimi Raci përket asaj plejade fotografësh të hershëm shqiptar, që ndihmuan në ruajtjen dhe trashëgimin e vlerave kulturore përmes artit të tyre. Ai dallohet edhe sepse ishte i pari që vendosi një tabelë ku shkruhej Thimi Raci, fotograf dhe teneqexhi, duke e afirmuar veten si mjeshtër të dy zanateve dhe duke sjellë një qasje inovative për kohën. Fotografia shqiptare e fillim shekullit 20 u zhvillua fal mjeshtrave që punuan me pasion, mes të cilëve Thimi Raci ka një vend të merituar. Ai e kuptoi se një fotograf nuk është thjesht dikush që klikon një buton, por një artist që arrit të kapë atmosferën, ndriçimin dhe shprehit e personazheve. Duke punuar në kushte shpeshherë që ishin tepër sfiduesi, ai arriti të krijojë një arkiv të pasur me imazhe që flasin, që tregojnë histori dhe që mbeten dëshmi e kohës. Për studimin dhe vlerësimin e jetës së veprës Thimi Racit kontribuan disa emra të shquar, si Qerim Vrioni, studiues i njohur i fotografisë, i cili ishte i pari që u lumtoi dhe shkroi për Racin, duke sjellë në vëmendje kontributin e tij në zhvillimin e artit fotografik në Shqipëri. Për më tepër, Robert Elsie, albanologu i shquar, ka përmendur edhe ai punën e Thimi Racit nën kontekstin e studimeve të tij mbi kulturën dhe historinë shqiptare. Këta studiues kanë luajtur një rol të rëndësishëm në njohjen e dokumentimit të trashëgimisë të Thimi Racit, duke e bërë atë një figurë të rëndësishme të historisë fotografisë shqiptare. Sot, vepra e Thimi Racit mund të mos jetë aq e njohur sa ajo e fotografëve të tjerë të asaj periudhe, por kontributi i tij mbetet i paçmueshëm. Ai i përket brezit pionerëve që ngritën fotografinë shqiptare në nivel tjetër, duke ruajtur përmes lenteve të tij copsat e historisë sonkombëtare. Në aspektin personal, trashëgimia e tij vazhdon të jetë përmes brezave. Fëmia e tij e parë, Elisaveta, ishte gjyshja ime nga ana e nënës, ndërsa mbesa e tij e parë, Theodora, e quante gjithmonë gjyshin e saj babai, një shenjë e dashurisë dhe respektit të madh që kishte për të deri në fund të jetës së saj. Nëna ime Theodora dhe motra e saj Eleni flisnin gjithnjë me dashuri për babain, duke e kujtuar me respekt dhe nostalgji si një figurë të shtrenjtë në jetën e tyre. Ky emision nuk është vetëm një omazh për një mjeshtër të fotografisë, por dhe një thirrje për të vlerësuar dhe rikthyer në vëmendje ata që me punën dhe pasionin e tyre na lanë një pasuri të vyer vizuale. Si përfundim, Thimi Raci mbetet një figurë e rrallë, një artist që i fali dritën dhe hijen historisë shqiptare. Historia e tij na kujton se pas çdo fotografie qëndron një shpirt krijues, një mendje e ndritur dhe një pasion që sfidon kohën. Le ta mbajmë gjallë emrin e tij dhe le të vazhdojmë të vlerësojmë mjeshtrit e artit që na dhanë identitet përmes imazheve të tyre. Tani në bazë të librit të Qerim Vrionit, Mjeshtrat e hershëm të fotografisë shqiptare dhe pikërisht për Thimi Racin, moderatori Ilir Cenko ju sjell ju materialin e përgatitur për derë të Thimi Racit. Këtë shkurt, në datat 2 dhe 4, mbushen përkatësisht 45 vite nga shuarja dhe 125 vite nga lindja e Thimi Racit, fotografit të vjetër e të shuar dardhar. Përbën një detyrim dhe po ashtu një nder për kujtimi i jetës dhe sidomos veprimtarisë së tij në lëm të fotografisë.
E kur thuhet detyrim, kjo ka të bëjë me atë borxhin gjithkohor të pasardhësve për të mos harruar paraardhësit e tyre të dalluar, ata që kanë shtuar qoftë një fjalë në historinë e kombit në përgjithësi dhe atë të artit e kulturës në veçanti. Duke pasur bindjen se Thimi Raci i takon atyre njerëzve që u prekën më sipër, po paraqesin një panoramë ende jo të plot për figurën e tij. Thimi Raci është lindur në Dardhë të Korçës, më 4 shkurt 1886 në një familje të vjetër vendase. Ky fshat në atë kohë mund të mburej se kishte nxjerrë disa breza ikonografësh, punimet, ikonat e të cilëve stolisnin shtëpi, kisha e manastire në Krahin, por edhe në Greqinë fqinje, madje deri në Rusi, arkivi Vangjëilo. Por Dardha, prej gjysmës së dytë të shekullit 19 e deri në ditët tona, mund të krenohet edhe se ishte dhe është historikisht fshati i parë në trojet shqiptare që ka lëvruar fotografinë në saj të një dardhari tjetër të shquar. Jani Zengo, 1832-1912. Ky fshat dalloi gjithashtu për jetesë të qytetëruar, kjo edhe si pasojë e lëvizjeve të dardharëve në qendra të tjera banimi edhe jashtë vendit deri në Rusi e Amerikë. Rreth moshës 15 vjeçare, më 1901, Thimi Raci, pasi mbaroi 5 klasë të shkollës greke të fshatit, shkon në Rumani, arkivi Vangjëilo. Atje kishte mjaft të mërguar ekonomik shqiptar, sidomos nga Krahina e Korçës. Djaloshi kryen aty punë të vështira fizike, por në të njëjtën kohë, atij i kristalizohen dhe shtohen ndjenjat atletare, siç ndodh rëndom tek të larguarit nga vendlindja. Për këtë, patën ndikim edhe veprimtarik që organizonte shoqëria Drita me qendër në Bukuresht e drejtuar nga patrioti Nikola Nacho, po nga qyteti i Korçës. Ismet Dërmaku Nikola Nacho Korça, Prishtinë, 2000. Në Rumani, Thimi kaloi duke punuar nga mosha e adoleshentit tek ajo e të riu të rritur, por dhe arshivoi një përvojë jetësore të vlefshme. Në një letër të koleksionistit Sotiraq Laço, dardhar, tani me banim në Detroit, Amerikë, datlindja 1932, veçojnë disa rreshta ku shkruhet për një takim të tij rreth vitit 1959, me Thimi Racin, të cilin ati, Vangjel Laço, e kishte shok edhe vëllam. Ky fundit kishte dëgjuar një natë më parë në radio orkestrën simfonike të Bukureshtit, çka ngacmoi kujtimet e Racit që të shprehet se e kam parë e dëgjuar kur isha atje. Megjithse bileta ishte e shtrenjtë dhe ne pagueshim pak, u kënaqa, ja, sikur e kam në vesh zërin e instrumentave që luanin me virtuozitet të madh, letër e Sotir Laços, 18-01-2011. Është një fakt mjaft mbresëlënës që një djalë i mërguar fshati i cili kryen punë të rëndë e me pagë të lehtë, mbledh të holla për të parë e dëgjuar një koncert simfoni. Mbase për këtë e shtytën ca shkëndiza arti që ndoshta ishin mbrojtur në shpirtin e këtij djaloshi të parsimuar, për të pëlqyer e ndjerë të bukurën. Më vonë, Thimi mësoi të luaj edhe në violin vetëm në saj të veshit për muzikë, që themi se ishte brenda atyre dhuntive për art që ishin dhuruar qysh në ngjizje dhe violinën merrte pjesë në gëzimet e fshatit, duke ndikuar shtimin e hares. Gjithashtu, në këtë suas, shënojmë se ai në vitet 1906 ose 1908, luajti si amator në pjesën dramatike Lufta e Trojës në Dardhë, Niko Kotherja Enciklopedi e fotografëve Korçar Tiranë, 2010 faqe 15 dhe në vitin 1910-13 u shfaq në Dardhë Shënimi im, komedia Merret Amarim, variant që lufton besimet e kota me aktor Irakli Llaci, Thimi Raci e moshatar të tjerë. Marrë nga libri Vangjëilo Dardha dhe njerëzit e saj Tiranë, 2008 libri 2 faqe 49. Megjithatë, fotografia do të ishte ajo fushë, ku do shfaqej më dukshëm sensi artistik i Thimi Racit, ndonse edhe këtu, jo si fryti ndonjë kursi apo shkolle të posaçme, por natyrës së tij prej artistit të lindur. Pas qëndrimit disa vite në Rumani, Raci kthehet në Adhe, ku ushtron për një kohë të shkurtër në Korçë zejen e Tenixhegjiut, llamaristit, hekur punuesit sot, të mësuar në mërgim dhe mandej shkon në fshatin e tij ku mëson nga Pero Kaçauni. 1870-1949, mjeshtërinë e fotografit, i cili kur u largua për në Amerikë, 1910, i dha dhe të gjitha pajisjet e tij të fotografimit.
Një vit më vonë, 1911, në Dardhë kishte një dyqan me tabelën Thimi Ratsi Teneqegji dhe fotograf, arkivi i Sotir Lachos. Në atë kohë studio fotografike kishte vetëm në 2 qytete, Shkodër dhe Korçë dhe jo më në ndonjë fshat. Duhet të kujtojmë se në Dardhë kishte dhe dyqane të tjera shërbimesh si Rroba Qepës Këpucar. Zdrugtëtar Eti, pra ishte si një qytet në miniaturë. Fillimisht, Ratsi, si gjithë fotografët, kohën e harxhonte me fotografimin e komunitetit për raste të veçanta, fetare e familjare, apo kujtimi. Nga disa foto të Ratsit të periudhës së parë, bërehet përpjekje për të paraqitur subjektet sa më afër natyrës së tyre, kjo dhe me ndihmën e sfondit prej tekstili, të cilin e ndryshonte në përputhje me rastin gjithmonë me kërkesa për punime të arrira. Madje ai shprehet vetë se, e para fotografi e mirë që bëra ishte ajo e vdekjes së Papa Naum Zengos 1916 arkivi Sotir Laço. Nga kjo thënie e tij kuptohet si ai kishte krijuar një farë shkallëzimi cilësor për punimet dhe kjo kur ai sapo kishte filluar të merrej me fotografinë, çka flet për kërkesa jo vetëm teknike, por edhe estetike. Me të vërtet fotoja që po shqyrtojmë është kuadruar mjaft mirë, pjesëmarrësit në funeral formojnë një diagonale të 4 këndëshit të fotos që niset prej këndit të sipërm, majtas dhe zbret drejt anës së djathtë. Në fotografi përgjithsisht, bijat diagonale nga ana estetike shpërfaqin a simbolizojnë zhvillim e lëvizje, diçka që në foton ton ta çon në mendje edhe grupi i fëmijëve që përfaqëson zëvendësimin, lëvizjen e jetës e ata që do vinë më pas. Po ashtu, në foto, grafikisht, nuk ka heshtje varri. E gjetur është dhe pema e zhveshur në anën e djathtë, që ekuilibron mjaft ngarkesën e madhe të pjesës së majtë. Ndoshta, për këtë s'ka punuar gjatë mendja e fotografit, po intuita e tij prej artisti që ka vendosur ku të qëndrojë dhe çfarë të fusi brenda objektivit të aparatit. Dikush tjetër mund të fotografonte pamjen frontalisht dhe fotoja të kishte vlera dokumentare, siç i ka dhe kjo, por jo dhe artistike si e Ratsit. Ndërkohë, ai fotografon edhe në fshatra të tjerë si në Drenov, Boboshtic, Sinic, qytete të tjera, gazeta përpara fotograf dardhar të traditës nga Vangjo Ilo dhe Kristaq Balli 17-12, 1988. Gjithashtu, vlen të shënohet se ai vazhdoi të fotografojë për kënaqësi edhe peizazhe, ngjarje e portrete të paporositura, pra të papaguara, që përmirësuan nivelin artistik të shkrepjeve të tij dhe sollën ngjitjen e Ratsit në një shkallë të lartë se fotograf të zakonshëm e pa kërkesa artistike. Fotoja Shkolla e Dardhës e vitit 1935 tregon se ai, nga përvoja vetjake, kishte arritur të realizonte peizazhe urbane në një nivel mjaft të pëlqyeshëm. Kësaj fotoje mendoj se mund t'i vesh poshtë emrin e ndonjë peizazhisti të njohur pa ngjallur habi tek shikuesi. Ai ka gjetur pikën e marrjes më interesante, duke i gërshetuar mjaft mirë objektet kryesore të fotos, si shkollën, murin, 2 pemët, kishën dhe kodrën. Ndonse në oborin e shkollës nuk shihen nxënësit, fotoja me shpërndarjen grafike të objekteve nuk flet për qetësi, edhe pse syri i shikuesit lëviz pa qëndruar kund. Edhe shpërndarja e bardhë e zisë në foto është e ngrohtë për syrin pa kontraste të forta dhe me ekuilibër të gjetur dinamik. 2 foto të tjera të goditura të Ratsit janë edhe peizazh nga Dardha 1935 dhe 28 nëntor 1937. Në të parën pasqyrohet pamja e përgjithshme e fshatit nga një kodër si të ishte fotografuar nga ajri, ndërsa e dyta dokumenton festimet e ditës së madhe të 28 nëntorit edhe në një fshat të largët malor si Dardha. Kur e sheh foton e dytë në padijenit të datës, mendon se paraqet një shkollë qyteti rreth 20-30 vjet më parë, e jo mbi 70 vite të shkuara. Kjo foto ka vlera dokumentare dhe historike. Ndërkohë, Ratsi fotografon ngjarje jo vetëm të fshatit, por edhe të krahinës, dasma e funerale, pikniket e shumta karakteristike dardhare, si dhe ditë të shënuara pagane e fetare ku shpaloseshin veshjet origjinale të Dardhës duke hequr të famshme nxibuni grave dhe mandio e burrave.
Ai ka fotografuar disa herë në largësi kohore prej shumë vjetësh gratë e fshatit me veshjet karakteristike, duke hequr të famshme në vallet të dardhës, foto që janë shtypur edhe si kartolina e qarkulluar në vend dhe jashtë. Përpos punës me njerëzit e zakonshëm të fshatit dhe krahinës, Raci me aparatin e tij ka fiksuar figura adhetare si Sotir Peci e Hil Mosi, dëshmor të luftës nacional çlirimtare, luftëtar të qetave adhetare e të tjera. Gazeta Bashkimi, një fotograf i vitit 1908 nga Rinush Idrizi, 13/08/1984. Po ashtu, atë e tërhiqnin edhe objekte të veçanta si ura, shtëpi të ndryshme nga të tjerat, ndonjë rrugë fshati e të tjera. Nga ana teknike, Thimi Raci ka përdorur aparatin me pllaka xhami të vendosur mbi 3 këmbësh. Aftësia e fotografit që punonte me to qëndronte edhe në përcaktimin e saktë të kohës së ekspozimit të imazhit. Kjo arrijej duke e hequr kapakun e objektivit dhe duke e mbajtur hapur atë për aq sekonda sa mendonte fotografi se ishin të nevojshme për një foto të pastër. Fotot e Racit tregojnë se ai e kishte arritur gjetjen e kohës optimale të ekspozimit të fotografive në saj të përvojës dhe aftësive të tij. Thuajse të gjitha fotot e tij janë në bardhë e zi, fare rrallë ai ka përdorur sepjen. Po ashtu, me sa dallohet në punimet e Racit që kemi shqyrtuar, ai nuk ka prekur kontrastet tonale gjatë stampimit, duke shtrirë në letër natyrshmërinë e çastit të shkrepjes. Prurja tërësore e Thimi Racit, shumica e të cilës ndodhet në pllaka xhami në Arkivin e Shtetit, ngërthen gjithë historinë 50-60 vjeçare të dardhës, trajtuar me syrin e një fotografi të lindur siç ishte ai, madje dhe të një njeriu miqësor e mjaft dashamirës. Me fotot e tij është botuar më 1938 albumi turistik Dardha, i shoqërive dardhare Bashkimi në Bukuresht dhe Shpresa në Dardhë, në patronazhin e Entit Kombëtar të Turizmit. Ballina e albumit, që paraqet një vajzë me veshjen tipike të fshatit, është e krijimi i piktores së njohur dardhare Androniqi Zengo Antoniu, albumi fotografik Dardha Tiranë, 1938. Aty vërehet aftësia piktorike e Thimi Racit për realizimin e fotografive interesante e tërheqëse të fshatit. Thuajse të gjitha punimet fotografike të Racit, shumica në pllaka xhami të cilat mendohet të ishin rreth 2000 copë, u dorëzuan në Arkivin e Shtetit, ndërsa aparatet fotografike ju falen Muzeut Historik Kombëtar. Shumë foto gjenden të shpërndara në njerëz të ndryshëm, jo vetëm nga Dardha, por edhe nga qytete e fshatra të tjerë. Do ishte një punë vërtet e lavdërueshme hedhja në letër fotografike e pamjeve të pllakave, si dhe mbledhja e fotove të përhapura andej këndej. Vetëm atëherë mund të paraqitej e plot vlera e fotografisë së realizuar nga Thimi Raci. Mjeshtërinë e fotografit Thimi ja përcolli edhe të birit, Andreas, i cili u muar mjaft me fotografinë, por pa arritur nivelin e të atit. Thimi Raci është ndarë nga jeta më 2 shkurt 1966 në fshatin e lindjes Dardhë, ku u përcoll për në banesën e fundit me nderime të merituara nga bashkëfshatarët. Le të jenë këto rreshta si një homazh që i bëhet këtij fotografi dalluar të traditës shqiptare të dhomës së errët. Ndoshta për Thimi Racin shkon shumë thënia e fotografes së njohur amerikane Dorothea Lange se nuk është gjë e rastit që fotografi bëhet fotograf dhe nuk zgjedh profesion tjetër, ashtu siç nuk është e rastit që zbutësi i luanëve bëhet zbutës i luanëve. Sontag Fotografia Tiranën 2000 faqe 16. Botuar tek revista Klan 11 shkurt 2011.